Presioni mbi median e pavarur në Serbi po hyn në një fazë të re dhe më të rrezikshme me redaksit investigative që përballen me padi slap dhe presidentin serb Aleksandar Vučić që përpiqet të ndikojë në vendimarrjen në United Media. Një regjistrim i një bisede midis Vladimir Lučić, CEO i Telekom Serbia dhe Stan Miller, CEO i United Group, i publikuar së fundmi nga portali Raskri Kavanje, zbuloi detajet e një përpjekjeje për të shkarkuar Aleksandra Subotić, CEO e United Media, kompanisë që zotron në një Nova RS, dhe Radar, media profesionale që kritikojnë qeverinë në Serbi. Kjo bisedë ka ngritur shqetësime në komunitetin e medias pasi tregon presion të drejt për drejt politik mbi median e pavarur. Drejtorët e rinj Vladica Tintor, Timothy Lincoln Pennington dhe Gilbert Marie Schroen kanë marrë përsipër vendimarrje në United Media Production, United Cloud dhe Direct Media, duke nxitur më tej dyshimet se qeveria do të ketë sukses në marrjen e United Media. Gazetaria e Krik, Vesna Radojević, një nga autorët e artikullit, pas dyerve të mbyllura, drejtorët e Telekom dhe United Group kanë rënë dakord se si të dobësojnë median e këtij grupi, i thot Dana se përpjekjet e Vučić për të shtypur median kanë ekzistuar që nga fillimi i karrierës së tij politike. Ajo që po dëshmojmë sot është vetëm një fazë e re e këtij procesi, shkatrimi sistematik i besimit të qytetarëve në çdo zyrë redaksionale që guxon të hetojë abuzimet qeveritare, thot Radojević. Megjithatë, ajo beson se qëllimi i qeverisë për të mbyllur mediat profesionale dhe të pavarura nuk do të ketë sukses. Sipas saj, qeveria në Serbi po përpiqet të diskreditojë reputacionin e profesionit të gazetarisë, sepse shqetësohet nga gazetaria profesionale, siç thot ajo. Ata kanë krijuar një sistem që funksionon vetëm në bazë të propagandës dhe çdo informacion i vërtet i kërcënon ata për shkak të kësaj. Përveç presionit ndaj United Media, regjimi në Serbi po përpiqet vazhdimisht të shtyp zyrat editoriale të angazhuara në gazetari investigative. Vesna Radojević thekson se qeveria përdor të gjitha metodat e disponueshme për të ushtruar presion mbi redaksit investigative, nga fushat mediatike dhe sulmet publike deri tek abuzimi me institucionet. Krik aktualisht po lufton kundër afërsisht 16 ose 17 padive, disa prej të cilave kërkojnë dënime me burg për gazetarët. Ne jemi shënjestruar vazhdimisht nga tabloidët që publikojnë gënjeshtra të hapura. Gazetarët tanë janë ndjekur dhe apartamentet e 2 gazetareve femra janë mbastisur. Presioni vetëm do të rritet ndërsa qeveria vazhdon të humbas terren, thot Radojević, duke shtuar se afërsia gjeografike e Serbisë me Evropën perëndimore aktualisht po pengon për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës në Serbi. Perica Gunjić, kryeredaktori i portalit Cenzolovka, beson se për 13 vjet qeveria ka shkatruar sistematikisht mediat që raportojnë profesionalisht dhe me përgjegjësi, duke filluar me destabilizimin e skenës mediatike lokale. Ai kujton një situatë kur Suzana Vasiljević, një këshilltare e presidentit serb, pranoi gjatë një paraqitjeje televizive se në vitin 2000, kur ajo punonte si gazetare për BBC-n, ata shpikën një luftë në Maltozi në mënyrë që të kalonin 3 muaj në Zveti Stefan dhe kështu të zvoglonin rëndësinë e profesionit të gazetarisë. Ndërkohë BBC ka mohuar se ajo ka qenë ndonjëherë punësuar prej tyre. Sipas mendimit të tij, ardhmja e medias në Serbi duket shumë e zymt. Mihajlo Jovićević, drejtor dhe kryeredaktor i portalit dhe gazetës Nova, beson se përpjekjet aktuale të qeverisë për të marrë kontrollin e United Media përfaqësojnë një goditje të fortë ndaj gazetarisë së lirë në Serbi. Aleksandar Vučić nuk është vërtet i interesuar se kush janë gazetarët, as kush janë redaktorët dhe më pak se kush janë drejtorët e mediave. Ajo që ka rëndësi për të është të eliminojë lajmet kritike për veten dhe regjimin e tij. Ai ka punuar pa u lodhur drejt këtij qëllimi që nga viti 2012 dhe po ja del mban. Ai kurrë nuk do të ketë sukses në heshtjen e të gjithë zërave kritik, por në këtë raund për momentin ai është në rrugën e fitores, thot Jovićević, duke theksuar se ai dhe kolegët e tij do të bëjnë gjithçka që munden për ta parandaluar këtë të ndodhë.